65 të moshuari që trajtohen në shtëpinë e të moshuarve në Shkodër marrin tashmë pranë institucionit edhe shërbimin dentar dhe atë të fizioterapisë, të mundësuara këto edhe fal mbështetjes private. Kanë qenë shërbime të rëndësishme dhe të domosdoshme, nëse deri tani ne i kryenim pranë institucioneve si spitalit, poliklinikës apo klinikave të ndryshme private, tani këtë shërbim gjyshat e qendrës tonë do ta kenë pranë institucionit. Duke pa nevojën që kishte shtëpia e moshurve për një kabinet dentar, duke pas mundësinë për me plotësu diçka të tillë, vendosa më një herë që bëj këtë dhurim, pra kisha mundësinë me dhuru një kabinet dentar. Herë mas herët edhe ne duhet më kthy për me reflektu, për me dhuru, sepse kënaqësia që ne japin urimet e tyne s'ka vlerë parë që e paguhen. Vetë moshuarit theksojnë se kushtet dhe kujdesi ndaj tyre po përmirësohet në vazhdimsi. Na gëzuan që na kanë punë dentistat e këto. Na kena një favor shumë të mirë se kena falas gjitha gjanat. E pranishme në inaugurimin e këtyre shërbimeve të reja, drejtoresha e Shërbimit Social Shtetëror theksoi rëndësinë e bashkëpunimit mes të gjitha hallkave për të garantuar standarde më të larta kujdesi për të moshuarit. Në të gjitha qendrat tona, në të gjitha shtëpitë të moshuarve, në gjithë Shqipërinë, shtëpitë e fëmijëve apo qendrat e zhvillimit, duhet patjetër që të kemi mirëkuptim dhe ta bëjmë këtë punë me shumë dashuri. Shtimi i këtyre shërbimeve përbën një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të cilësisë së jetës për të moshuarit, duke ofruar jo vetëm trajtim shëndetësor, por edhe më shumë dinjitet dhe siguri në përditshmërinë e tyre.